Përshëndetje, sot kam një intervistë me një specialiste të estetikës dhe të dermatologjisë dhe masazheve, teksa ajo është Flutura Şahini. Flutura, përshëndetje. Përshëndetje. Flutura është një estetiste dhe mbi të gjitha është gjyqtare e Federatës Botërore të Masazheve, e specializuar në shumë shtete, ku edhe në shtetet fqinje të Shqipërisë. Flutura, përshëndetje. Përshëndetje. Kënaqësi të kemi për intervistë sot dhe shumë faleminderit që pranove ftesën time. Të nisim paksa me karrierën tënde. Si nisi si karrierë? Një pasion apo ndonjë objektiv për të pasur një profesion të mirë dhe më të ardhmen të sigurt? Atëherë, pasioni qyse isha pak a shumë si të në moshën 16 vjeqe, estetika për mu ishte një ëndër, e cila mendoja se nuk do të bëhet kur realitet, por e kam pas shumë dëshirë. Gjithashtu edhe masazhet, por bota estetikës për mua shumë një pasion i madh. Ti njihesh më shumë të jashtë, dhe të themi në Itali. Si është kjo historia jote në Itali? Nise si emigrante apo nise për të pasur qëllimin tënd? Atëherë, unë kam shkuar në Itali në moshën 19 vjeqe, shumë e re, por shkova me familje, e cila jam akoma sot në Itali dhe jetoj, e kam krijuar familjen atje. Kalojmë paksa te karriera jote estetiste dhe gjyqtare e Federatës Botërore të Masazheve. Si është kjo? Si e mban këtë titull me kaq shumë nder, gjyqtare e Federatës Botërore të Masazheve? Atëherë, të them të vërtetën, është një botë në vete kjo e masazheve dhe kjo lëvizje e cila unë bëj për këto masazhet, cilat bëjmë kampionate botnore, edhe pak muaj para kam kënë në Sarajevo, e cila kena bë këtë kampionat, unë kam kënë si gjyqtare dhe si konkurrente. Ku ka qenë pika kulmi i karrierës tënde? Cili pjesë? Të them të vërtetën, nuk di t'i jap një pikë, sepse sa po vazhdon edhe po rritet kjo dëshirë dhe me duket sikur shkoll, po ngjitem më lart, sepse në këtë moment punoj për vete në dyqanin tem dhe më duket sikur për ditë po rritet. Ju keni një biznes tuaj. Çfarë ofron biznesi juaj? Atëherë, unë kam një qendër benessere, i cili bashkëpunoj me një person tjetër, kemi një dhomë me kryp, e cila quhet haloterapia, edhe bëjmë masazhe brenda për sinuzit dhe pastaj kam edhe anën e masazheve të mia, e cila zhvilloj tek pjesa tjetër. Ndoshta pa dëgjuar në ditët e sotme, por me sa kam dëgjuar unë për ty, ti e bën çdo lloj trajtimi vetëm me duar, pa asnjë lloj pajisje. Po. Na tregon paksa për këtë pjesë. Po, është pak e vështirë, sepse sot janë gati gjitha janë me si thënë mendimin e pajisjeve, por unë preferoj dhe të vërtetën ndihem pak si më njoftën këtë lloj punet, sepse preferoj çdo gjë të bëhet manuale. Kuptova. Cilat janë përfitimet kryesore të masazhit për trupin dhe mirëqenien? Atëherë, një masazh ka çdo masazh ka ata përfitimet e tij dhe trupi ka vetëm të mira për masazhin. Pastaj mvaret tipologjia e masazhit e cila ne bëjmë. Mvaret nga nevoja që kemi, por masazhi përgjithësi bën vetëm mirë për trupin tonë. Po, a ka ndonjë rast ku masazhi nuk rekomandohet? Patjetër. Për shembull, sa i përket maderoterapisë, që unë zhvilloj shumë, në raste që kanë vene varikoze, variqe, nuk mund ta bëjmë këtë lloj masazhit sepse është i rrezikshëm. Po thënë vetëm pjesën e variqeve nuk rekomandohet. Nuk rekomandohet edhe në rastet disa klientëve të cilët janë me probleme onkologjike.
Atëherë, ku është më mirë të ushtrosh profesionin tënd si masazhiere, në Shqipëri apo jashtë vendit? Nuk mund të them Shqipëri sepse nuk e njoh këtë lloj pjeset, sepse kam ikë shumë e re si thash parë, por aty ku jam unë jam në kufi me Zvicrën edhe punoj shumë me anën e Zvicrës. E mendoj se aty në jem shumë mirë, këtu nuk mund të përgjigjem sepse nuk e kam zhvilluar kurrë në Shqipëri. A do doje ta zhvilloje? Thënë vërtetën po, sepse nëpërmjet Federatës Botërore të Masazheve kam edhe diplomën e cila më lejon për bazë instruktrice e masazheve, por nuk i dihet. A keni menduar ndonjëherë të ktheheni? Vendlindja është gjaja më e bukur që kemi. Shpresoj që të paktën vitet të zgjidhojnë me kalimin e viteve kur të kem një lloj moshe të jetoj këtu, sepse është vendi jonë. Atëherë kalojmë paksa tek dermoestetika. Çfarë është dermoestetika dhe çfarë dallon atë nga trajtimet e zakonshme të estetikës? Atëherë në sa i përket kësaj pyetje, neve kemi të bëjmë fjalë me lëkurën shumë. Edhe sa i përket masazheve që zhvilloj unë, se kjo pjesa është e cila unë okupohem më shumë, është një terapi. Unë e quaj një terapi. Kemi masazhe relaksi, kemi masazhe çlodhje etj. Por a kemi ndonjë masazh që është për shëndet? Po. Atëherë, siç e thash edhe përpara, çdo lloj masazhi është i shëndetshëm. Edhe masazhi për relaks, ajo e mban mirë edhe qarkullimin e gjakut. Është një diçka që bën mirë. Pastaj kemi masazhe sportive, masazhi terapeutiku për sa i përket muskujve është shumë e rëndësishme, limfatiko, i cili unë kam personalizuar një masazh timin i cili është i përzim me terapeutiko e limfatiko e rilasante, sepse është një mix i cili të bën për me uni shumë mirë dhe për të eliminu shumë gjana të cilat trupi jonë zhvillon. Për shembull, sa i përket ujërave të tepra, grasëve, si i thotë shqip, vjamrave, ujërave të tepërta edhe vjamrave. Madroterapia është një nga këto lloj masazhesh e cila i eliminon në qoftë se ti zbaton këshillat e masazhatrices. Sa shpesh mund të bëjmë një masazh relaksues, terapik, sportiv? Atëherë, sa i përket masazheve, si e thash edhe parë, bëjnë vetëm mirë. E normal që nuk ka se do ta bësh çdo ditë, por kur një person ka probleme për sa i përket muskujve, unë e këshilloj një herë në javë, ose edhe personave që kanë probleme me limfatikun, e këshilloj një herë në javë, sepse mbajmë trupin tonë në një status Stabil, mund të themi. Stabil. Atëherë, në çfarë moshe ne duhet fillojmë të kujdesemi seriozisht për lëkurën tonë? Okej. Atëherë, ne trupin ton e njohim sepse çdo ditë ndryshojmë. Dhe kjo pjesë na bën me kuptu kur kena nevojë e kur nuk kena nevojë. Unë them të vërtetën, vajzat fillojnë shumë herët, sepse që në moshën e re kanë probleme për sa i përket celuliteve. Edhe mbaret, por një masazh bën vetëm mirë, qoftë edhe një rilasant. Cilat janë trajtimet më të kërkuara sot nga klientët? Atëherë, si thash përpara, unë jam shumë me fjalë nga ana e klientëve të Zvicrës. Ata preferojnë shumë masazhet terapeutike e madroterapia. Edhe për momentin për mua është më i kërkuar. Gjithashtu në studien time
ne bëjmë edhe krevati I cili ne zhvillojmë ka masazhe, është I mbushur me kryp rosti të Himalajas. Edhe ngrofim këtë krypen e cila për klienti shtrihet edhe ka efektin e muskujve të cilat I hek lagështiren dhe ban dekontrakturimin. A mund të zëvendësojnë trajtimet estetike një rutinë të mirë të kujdesit në shtëpi? Mund të kemi kujdes për veten, por sa I përket masazheve terapeutike nuk është e këshillueshme sepse janë disa gjëra që duhet të dimë. Cili është miti më I madh për masazhet apo trajtimet estetike që dëgjoni shpesh? Atëherë, sipas meje mbaret si e shohim ne pjesën edhe nevojën. Në studien time unë jam si dhe në njoftum vetëm se bëj me çdo gjë manuale edhe kjo është ajo pjesa e cila të bën diferencën. Okej, atëherë a mendoni se njerëzit sot po kujdesen më shumë për shëndetjen e lëkurës apo thjesht për pamjen e jashtme? Për fat keq, shumica shohin pamjen. Por unë mendoj se një trup I bukur duhet të ketë edhe një shpirt të bukur. Nuk duhet lëm shpirtin bazdoret, kështu që ajo që shohim për jashta nuk ka aq rëndësi sa të jemi të shëndetshëm. Atëherë për ta përmbyllur këtë intervistë, le të themi nëse do të jepni publikisht vetëm 3 këshilla për një lëkurë të shëndetshme, cilat do të ishin ato? Të mirëmarrim lëkurën, të hidratojmë lëkurën dhe sepse ja kur të jetë mundësia të bëjmë masazhe I cili edhe vetë voji të ndihmon të kesh një lëkurë të bukur, të pastër dhe të shëndetshme. Flutura, shumë faleminderit, ishte kënaqësi kjo bisedë dhe intervistë. Kënaqësia është ime, faleminderit shumë. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.